Këndën me la Anet, komandant Leshi. Zëri I tij pumbon të fuqisha në shoqërinë e Hona të të Nocit të Madh, dhe ajo këngë e shoqëroi edhe në luftë. Shumë e nderuar dhe respektuar familje e herojit komandant Leshit, të nderuar familje të dëshmorëve, invalid, veteran, gjitha luftrave shërimtare, I nderuar kryetar komunës Pajaziti, kryetar Kovendi, Regjepi, për figurën e komandant Leshit, pata fatin që ta njoh, bashk veprojmë to, bashk ndjejmë to bashk. Komandant Leshi ishte një personalitet I veçantë. Me prezencën tuaj, jo vetëm që kemi dërguar një mesazh qartë solidariteti me familjen shumë të respektuar të Ridvan Qazimit, por gjithë dëshmorët cilët kanë dhënë jetën për lirinë që ne sot të evakuojmë kujtimet, edhe ato kujtime të cilat janë një barë për ne, sepse me patjetër duhet të jetësojmë idealin e tyre. Babai im zgjodhi të jetoj për të tjerët dhe të vdes për lirinë që ne sot po e gëzojmë. Figura e tij nuk I përket vetëm familjes sonë. Ai nuk është vetëm babai im. Ai është simbol I të gjithë luginës së Preshevës. Emri I tij ka kaluar kufit e luginës dhe është bërë një emblem që përfaqëson krenarinë, rezistencën dhe shpirtin e një populli që nuk dorëzohet. Kultimi I fundit që kam me babain tim është një pamje që më zhvillente në shpirt. E pash të vdekur, por me buzëqeshjen e fytyrë. Dhe ajo buzëqeshje më ka dhënë forcë gjithë jetën.